Pastaj vazhdon ajeti dhe thot Allahu Teala Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, Allahu e di çka ka përpara juve dhe çka ka përmas juve. Po Allahu na njeh neve. Na kush jemi mi u paraqit Zotit me ndëmdhja dhe mos me pranu madhninë e tij. Që thot Imam Hasani, pse bëhësh kaq qivëlli me ndëmadh o njeri? A e harrove për ardhen tonë nga ke ardhe? Nga ke ardhe? Prej dy vendeve më të fliqte, të mashkullit dhe të femnës. Dhe për aty të ki për ardhjen, e bezane për paraqitesh me ndëmadh me Zotin tënde. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Allah e den çdo send për ju. E din të kalumën tonë, di çdo send. Dhe hala, edhe po të një Zoti që ka mirë, hala përshitesh frajertja, për rime dhe madha. A ke po atë ne, kur din dikush që e hajnë e sende, ke vesh një pas e tre pantulle sot për bosh, diqka politiqar, aty këtë din që e hajnë ti. Je kon hajnë, deri dje. Edhe asë thojnë, në apinim në këtu në prezisran në vendet tjera, lëbre se këto e njohën e deri dje o kon hajnë, kjo ka vjatë qëta, sot po pëshitet mu, frajer, edhe politiqar ose këtë ose atë mesin. Allah e din, ti je kon i dobet Allah të ka forcu. Ty Allah i ka dhomen, ty kreta i ki prej Zotit, qapi shitesh Allahu Teala ti, edhe me thonë, une nuk pranoj Zot. Une pranoj fatin që e bëj, une s'ka kader. Une s'pranoj libe para 1400 vjetë, po duhet me qenë që atia e këti parlamentit ajo e cila duhet me vendos për të mirën dhe fatin e këti popullit. Keni knaq. Mas sa vjetë s'kena rrym, s'kena pun. Jena të nashti në për fusnota, në për safat kosit, të poshtë, ku me dit, ku kanë me naqu, me këto mesile që shënë të na e bo. Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha, Allah nuk ju jep juve ilën përveç se sa don Allah. Do se në ka kallzu Allah në Kur'an. Ka më ndodhur dita e Kiametit çështo. Isharetet e Kiametit janë çeto. I ka kallzu Muhamedit alayhis salam prej 3 deri 9 vite kini me fitu, kini me i pa se si humbin Bizantinët. Ghulibat ir-Rum fi bid'i sinin. Allah i ka kallzu disa, a mos sa ka dasht Allah i mi kallzu. Deri që të dim, ma të tjenë nuk dim. Hoxha, a ka gjallesa tjera përveç njeve? Neve themi ka njerëz, gjin, melek. Për ma shumë nuk kemi dije. Jashtë toksora ka hoxha me pjata fletëruze me sahona me sende, po të usjela të sahonat të tëne. Ne nuk kemi. Tash për shofim se po dalin masallat e njerëzve që kanë bo njërat të ndryshme, por themi gjdo send sekretet i din Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa indahu mafatihu al-ghaibi la ya'lamuha illa hu, ati i takojnë qelësat e gajbit të fshetës, nuk i din as kush përveç Allahut ta'ala. Pa djavat i që i lexonat horoskopin tënde dhe këshyrish këtë javë do të jeni shumë të suksesshëm dashurin tuaj. Edhe ajo ta thënë kry, ta thënë me telefon, tagag, ngroti beqar. Ky thot ki me pas një fat të mirë, ti që e kon dash, e muzat, e cap, e knus, e qatë dhe une që e kon, si ti e ti knusi, ty pulat kanë me të arë që qështu kanë me të banë. Si ti e ti që ky, kanë me të banë që ky. Para menoj, edhe kjo vlen veç për ju, për këtone zvlen. Tash më konë që këj gushti që ka lejnë gushti dhe qaj i tetorit, këtit gushtit ja ka lifdu që ki me gjetë nuse, këtit tetorit i ka thërë, ti ki me najtë pa nuse, a para me në kjo e ka të caktu me darës me këtë javë. Aj, i që kur gjos ka, subhanallah. E tash për 6 miliard dhe diku ja qëllën bingo atjene. Mirë po, hala njerëzit kanë marak me i besu këtyne rrenave. Hala kanë marak me qitë falë kafën. Hajë këthej përmjës një herë cilat udhë për me vizaton kafja. Për si të lenë ma shumë ujnë tëne, e normal që i kafja ka me qitë ma shumë udhë, se ma me uju ka bo. Si të lenë telefon e trashe ke pikret ujnë, ma pak udhë qëtë. E Allah i pas ke udhë të mshelta.
për provim mshel, për punë mshel, për martesë mshel, për këtë ti mshelur. Apo aki për një me ki këtë msheta, le pak ma shumë kafe në fund, ajo kret uj, ti qel, plot ull pas kanë me të qelë. Jam mës vetë, pas e ma fora zote prizrani, kret ull ti kemi qelë. Këtë dënë shka qelë ki. Dhe ti me bo me shku që ty në njerëzë, mi u besu, ka thonë Muhamedi alayhis salam, kush kanë dhe i pyt faltorin, hajvesh për shkaj, hajvesh për lexoj që pa shku në që të horoskop, si të i besu për që 40 ditë pranohet namazi, ka thonë Muhamedi alayhis salam. A me bo me i besu atë në që ka ajt ka shkru, ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka bo kufër në atë që i ka zbrit Muhamedit alayhis salatu wassalam. Të jësëna shumë të rrezikshme, por ja që mileti jonë, ende me ndonë se dikush e din të fshehtën dhe mundohet me e dit për e këtyne